Qyteti i gurtë është veshur me dritë, ngjyra dhe një atmosferë shprehëse ku çdo rrugicë duket sikur përshpërit urime për një vit të ri sa më të mbar. Dritat festive ndriçojnë kaldrëmet shekullore, ndërsa banorët mes buzëqeshjeve dhe nxitimit të ëmbël të festave pranë familjes. Në Gjirokastër, festat janë një takim i bukur mes traditës dhe modernes. Tavolinat përgatiten për të qenë plot, por pa humbur identitetin e zonës. Këtu nuk është traditë gjelidetit me përshesh. Në vend të tij, në tryezat gjirokastrite mbizotëron mishi i vogël, qingji dhe keci, produkte që lidhen fort me tokën dhe mënyrën e jetesës së kësaj treve. Një nga ndalesat kryesore të qytetarëve në këto ditë festive është dyqani i mishit Rigelsi, i cili prej vitesh është kthyer në një pikë referimi për cilësinë dhe besueshmërinë. Rigelsi sjell mish të freskët dhe bio, të siguruar nga zona jon, duke garantuar produkte natyrale dhe të kontrolluara, të cilat zënë vendin kryesor në tryezat festive të shumë familjeve gjirokastrite. Çfarë preferojnë gjirokastritët? Në radhë të parë, përshëndesim gjithë shqiptarët kudo që ndodhen gëzuar vitin e ri. Këtu në Gjirokastër njerëzit vinë preferojnë shumë mishin e qengjit. Edhe mishin e gicit, të deles, sipas mundësive të tyre, sipas mundësive ekonomike. Lezeti i vitit të ri këtu edhe i Krishtlindjeve është qengji i vogël, që neve e marrim këtu në zonat tona, qengj bio. Kjo është gjithçka që njerëzit e duan, me do e mos e duan një qenj tavolinë e tyre për festat. Në Gjirokastër nuk është traditë gjeli i detit dhe përsheshje, apo jo? Jo, këtu zona tonë nuk e përdor. Gjelin e detit shumë pak, shumë rrallë. Ndërkohë ëmbëlsirat janë një tjetër kapitull i rëndësishëm i festave. Shumë familje i kanë përgatitur prej kohësh, por një pjesë e madhe e qytetarëve i drejtohen pasqyrave për porositë e fundvitit. Blu Televizioni ishte në pasqyrin Antigonea, aty ku atmosfera është po aq festive sa dhe vitrinat e mbushura plot. Baklavaja dhe kadaifi mbeten më të preferuarat, por nuk mungojnë as ëmbëlsirat më moderne, të cilat sipas menaxheres së pasticërisë po kërkojnë gjithnjë më shumë nga klientët. Krahas tyre, edhe dhuratat me simbolika festive janë kthyer në një zgjidhje të dashur për të uruar të afërmit dhe miqt. Përshëndetje, Antigonea 2000 është stacioni, besoj unë, i gjithë qarkut të jugut, jo vetëm Gjirokastrës. Në këtë sezon festash, tavolinat, tryezat edhe gjithë vitrinat tuaja janë të mbushura plot. Çfarë është veçantë që po përgatitet nga Antigonea për gjithë ata që dëshirojnë ëmbëlsirat tuaja? A ka nisur apo jo porosit e gjirokastritëve dhe më gjerë në këtë prag të sezonit të vitit? Përshëndetje nga Antigonea 2000, unë jam Sandra. Me të të drejtën në tryezat shqiptare mendoj se nuk mungon asnjëherë baklavaja dhe kadaifi. Baklavat tona janë me 2 shtresar edhe me fetë të freskëta. Kjo i bën akoma më të shijshme. Gjithashtu këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, është preferuar shumë dhe shëndetlia. Në qoftë do më pyesni për tryezat shqiptare, do të thoja që ka një larmishmëri produkte, që janë panetone, që janë pak më moderne si ëmbëlsira. Gjithashtu mund të thoya edhe një ëmbëlsirë shumë të veçantë që është Vasilopita, e cila ka brenda një monedë, quhet moneda e fatit, dhe për personin që e gjen simbolizon që ai do ketë shumë sukses, fat, mbarësi, do të plotësojnë dëshirat, do mendoj se është një dhuratë shumë e bukur. Ndërkohë ju keni personalizuar edhe shporta, apo jo, për gjithë ata që duan ndoshta të bëjnë. Me thënë të drejtën, vitet e fundit kanë patur shumë kërkesë, për arsye sepse i preferojnë shumë për t'i çuar dhuratë, ose akoma edhe për në shtëpi për të dukur tryeza pak më bukur. Për shembull kemi këtu një shport, si shembull, ka verë, ka melomakarona, ka kurabie, ka bombona, amareta. Dua thjesht të theksoj që produktet tona janë të gjitha artizanale dhe vuajnë që nga fillimi deri në fund nga ne, me lëndë të parë shumë cilësore, kështu që njerëzit mund t'i konsumojnë pa frikë fare.
Panetonia është një recetë e huazuar, ashtu sikur se janë huazuar dhe shumë të tjera nga jashtë kufive të Shqipërisë. Çfarë ka të veçantë pash një kuti aty? Po. Ne këtë vit kemi menduar që ta sjellim pak më afër tryezave shqiptare Panetonën, duke qenë se nuk është tradicionale shqiptare. Ne kemi krijuar këto kutit Antigonea 2000, të cilat kanë kalan e Gjirokastrës. Gjithashtu kanë dhe valltarët, sepse ne nuk duam asnjëherë ta harrojmë traditën dhe ngavim. Ndërkohë, janë ëmbëlsira të tjera më të vogla, por që ndoshta edhe tërhiqen, edhe pëlqehen. Këto janë gjitha, pra i preferojnë për dhurata apo marrin edhe ndoshta për konsum të përditshëm? Me thënë të drejtën, këto ëmbëlsirat e vogla ose panetonet janë preferuar që dhe në konsum të përditshëm, pasi duan t'i provojnë. Janë shije që ose janë ëmbëlsira që nuk janë gjithë vitin, janë thjesht tani për vitin e ri. Dhe gjithashtu ndër aty thoja që ne si vjet kemi nxjerrë disa ëmbëlsira duke miksuar pak tradicionale me moderne. Dhe do doja t'ju tregoja melomakaronat, janë këtu, të cilat bazën e kanë melomakarono, po pjesën lart ne kemi vendosur lotus, pistakjo, lule shtrydhe dhe i kemi mbuluar me çokollatë. Është shije shumë e mirë dhe mendoj se është një ëmbëlsirë shumë e mirë për ta provuar si një risi, si një ëmbëlsi pak më ndryshe asaj që kemi ngrënë gjithë këto vite. Në gjithë këto vite eksperiencë pune, Antigonea në fakt ka qenë lider dhe ndër më të preferuarit për konsum, jo vetëm të ëmbëlsirave, por edhe produkteve të tjera. Pyetja ime e fundit për juve sot është: shqiptarët, zona jonë është janë bërë vajzat, gratë, zonjat më dembele, apo ju pëlqejnë më shumë kur i marrin të gatshme ëmbëlsirat? Unë mendoj se thjesht ju pëlqen pak më shumë që të provojnë, ose më saktë i marrin të gatshme se sa të lodhen vetë. Sepse mendoj që të paktën Gjirokastra është një qytet që njerëzit janë shumë të vështirë për të pëlqyer produktet, pasi gjithmonë kanë qenë duke i përgatitur vetë. Po duke qenë se në vitet e para baklavaja për shembull nuk ishte aq shumë e frekuentuar sa është tani vitet e fundit, ndoshta kjo sepse ne kemi arritur atë standardin që është njësoj si ta përgatitesh në shtëpi. Ndërkohë qytetarët e Gjirokastrës do të festojnë sipas mundësive, por mbi të gjitha do të ruajnë traditën dhe ngrohtësinë familjare, që janë thelbi i këtyre ditëve. Nga qyteti atmosfera festive na çon në Dropull, në Derviçan, ku familja e Vasillos pret festat mes traditës së zonës. Në shtëpinë e saj gatimet janë duke u përgatitur me shumë dashuri dhe përkushtim, që nga pitet e pjekura në zjarr e deri tek mishi dhe baklavaja. Çdo gjë mbart shijen e vjetër të festave dhe ngrohtësinë e duarve të shtëpisë. Këtu festat nuk janë thjesht ushqim, por kujtesë, trashëgimi dhe bashkim familjar. Mirë se na erdhët, të na vini gjithmonë për gëzime dhe sot gëzojmë shumë që na erdhët për festojmë të tërë bashkë. Blidhen djemtër, nuset, niprat dhe gëzojnë dhe këndojnë në Krishtlindjet duke pritur lindjen e Krishtit. Po, për ta pritur, kemi dhe zakone dhe trashëgimin tonë. Cilat janë disa nga ato? Kryesorja është që neve bëjmë këto petullat në gur. Mund të tregosh të lutem. Këto petullat i bëjmë në gur dhe këto kanë kuptimin çarçafet e Krishtit. Se Krishti lindi në një shpellë të thjeshtë, po Krishti është njeriu i gjallë, që çdo vit themi mirë se na erdhe. Për krishterët, çdo vit ka lindjen e Krishtit. Dhe këto janë zakone dhe trashëgimin e kemi gjetur nga gjishërit, nga baballarët, dhe mundohemi dhe neve të rinjtë ta mbajmë zakonin. Dhe jo vetëm tek neve, por do mundohemi dhe do të ndihmoj të rinjtë dhe më të vegjelit akoma.
që ta bëjnë këtë zakonin, se është një zakon jashtë i mirë, është i përmbledh njerëzit dhe gëzojnë një natë feste të gjithë bashkë. Atëherë kishin sofrën, këto petullat i stronim në tepsi, nëna babai tim kishte një tepsi të madhe, edhe i stronte këto, edhe i bënte me shorup, i priste në thela, dhe të tërë rreth sofrës, se ishim shumë, hanim edhe uronim. Gëzuar Krishtlindje, gëzuar vit i ri, të kemi shëndet, lumturi dhe paqe. Këto ishin petullat që bënim atëherë, por këto ishin tërë dashuri, dëmshuri për njerëzit, të donte njeri tjetri. Thernim edhe derin atëherë, e therë të gjishi, me ato mishin bënim çdo lloj gjellëra, dhe të tëra ato hashin të ëmbla, sepse kishte i dashuri midis njerëzve. Dhe kjo nuk duhet të humbasi kur. Të ketë njeriu me njeriun lidhje, të ketë djali për baban, dëmshuri, nipërit, të kenë në mendje gjishërit, jo t'i lënë vetëm, siç na erdhi koha tani dhe na mërzit shumë. Përveç petullave, shoh dhe disa fruta të mbledhura, pse janë ato? Këto, atë kohë, djemtë ishin shumë, blidheshin në radhë dhe shkonin në çdo shtëpi dhe këndonin. Dhe çdo një koqire i qeraste një armas, një vargje të tillë. Këto Krishtlindje tani, këtu është meraku i popullit dhe i çdo nëne dhe i çdo djali që ndryshoi shumë kjo kohë, djemtë e rinj ikën në mërgim, ikën për një jetë më të mirë. Mirë, po për një jetë më të mirë, po këtu filloi të jetë një jetë më e vështirë për prindërit, për vendin, për këtë tokë që kemi lindur, e lanë dhe ikën. Këtu më vjen shumë rënd ta them, se ishim 2000 frimë dhe tani jemi 300. Dhe prindërit, ata që janë në gjendje, shkojnë në Janin, në Athinë, në Selanik, kudo që janë me fëmijët. Kurse ata fëmijë që mundën dhe u japin leje, vinë bashkë me prindërit. Dhe ai është gëzimi më i madh, ai është ushqimi më i mirë për prindërit edhe për djemt të bashkë. Të uroj gëzuar. Faleminderit, gëzuar të jemi të gjithë, të kemi të gjitha të mirat, të kemi shëndetin, të kemi dëmshuri njeriu me njeriun, dhe inshallah të vi ora që të mbushet prap fshati, dhe për më të gëzuar. Gjithë jetën këto petulla bëheshin. Ato bëhen vetëm ashtu apo mbushen me diçka? Këto i shtrojnë në tepsi,
Një rast me petulla, hedhim ara Po, të prera. prera, po. Mbushe tepsi, e hedhim shoropin. Po. 1 kile shorop, 1 kile ujë, edhe e zëmatesim. E përvullojmë. Kështu mes dritave të qytetit dhe zjarrit të xhakëve në fshat, Gjirokastra dhe Dropulli presin festat me shpirtin e traditës edhe shpresën për një vit të ri sa më të mbar.